Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju. Po fillojmë një emision të veçantë, me një temë të veçantë që besoj që do t'ju lë përshtypje gjithë juve që do ta përcjellni, por edhe diskutimi jonë që do të bëhet për anës time Bedriut dhe Farudinit do të jetë në interes gjithë neve për arsye se në jetën tonë të përditshme përballëm me një problematik, po ta quaj në këtë formë, ose me një çështje që ka rëndësi me ditë atë hakun apo drejtat karshi këtij obligimi. Është fjala për një drejt, po të njëjtën kohë që është obligim, është respektimi apo mirësjellja e mirë ndaj prindërve. Sigurisht është një temë që është lehtë, po them edhe nga ana ime, po edhe nga ana e Farudinit me trajtu, edhe çdo teolog mundet me trajtu në forma të ndryshme këtë temë, por esenca e tij është praktika, si është feja islame, nuk është vetëm teori, po është esenca është praktika apo reflektimi. Prandaj ajo që ne do të bashkë bisedojmë në studio këtu me bashkëbiseduesin tim, ka të bëjë rreth respektimit prindërve. Çka ne kuptojmë me respektimin e prindërve, cilat janë drejtat e tyre, cilat janë obligimet tona karshi tyre, dhe duke u munduar që ta ilustrojmë edhe me shembuj nga jeta praktike, në mënyrë që në fund programit dalëm me atë esencën, thelbin dhe atë përfitimin kryesor. Prandaj ajo që ndoshta ja kishë lejmë fillim me përmend është se Zoti i Madhërisht respektimin e prindërve në Kur'an e ka konsideruar prej obligime më madhore. Dhe mos respektimin e tyre e ka konsideruar prej gjunoheve më të mëdha. Zoti në Kur'an ka thonë Allahu një prej ajeteve, Allahu ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhurohet dikush tjetër përveç Allahut dhe ndaj prindërve të cilë mirë. Besoj se edhe Farudini sigurisht se në këtë pikë ka çka të shtoj. Bismillahirrahmanirrahim. Vetë ajeti pesharon është i qartë. Zoti e ka bërë obligim që mos me adhuru dikon tjetër përveç tij. Më në vazhdim ka thonë edhe me i respektu prind. Pse kjo renditje? Pse më në mas adhurimit Zotit me i respektu prind? Për shkak se masi që Zoti e ka bërë emër, ka dhënë urdhër, ka caktuar që na me ardhën këtë dynjet sebepçar, shkaktar janë baba dhe nona e ardhës tonë këtë dynjet. Për këtë arsye do të kërkohet që na me kanë të kujdesshëm, me kanë të sjellshëm ndaj tyre se prind, pasi që janë shkaktar me ardhën në këtë dynjet, janë shkaktar kryesor, që na prej kësaj dynjaje ku po shkojmë? Po shkojmë në xhenet apo shkojmë në xhenem? Shkaktar kryesor. Po qysh, ka thonë dietarët, njeri sot do që mundet me kon punë mirë, sot do mundet me kon i sjellshëm, me bëu vepra të mira. Në rast se prindrit e tina s'janë të kënaqur me to, le të harron xhenetin. Për këtë arsye pejgamberi sa një herë kur ka zbrit prej hutbes, ka thonë amin, amin, amin. 3 herë ka përsërit. Pranohet Zot, që nuk është kon traditë e tij kjo formë e praktikimit zbritjes prej hutbes. Kam pyet çka ke ja Rasulullah kjo punë? Tha merr Xhibrili edhe me 3 porosi. Njëra prej tyre mos e meritoft rahmetin e Zotit ai njeri që i arrin 2 prind e gjallë ose njërin prej tyre e sa arrin përmes tyre me fitu xhenetin. Shkak der një prej dyrave të xhenetit, xheneti ka 8 dyrë, një prej dyrave të xhenetit është edhe dera e respektimit prindërve. Është shumë rast që do thotë na i mundson lehtë me fitu xhenetin me ta. Domethënë për këtë arsye Farudin kur nalet njëri dhe është që Allahu ka dhënë urdhër të prerë, po kthejna prapë te kjo ajet që më lën shumë përshtypje. Edhe kur me veten po flas, kështu kur kanë kur bashkë bisedoj me veten tam, me nefsin tim, në raport me sjelljen me prindër tham subhanallahu, çfarë nuk gjojë në ndonjë vepër kaq madhore që Zoti e ka krahasu besimin në Zotin me respektimin e prindërve. Sikur e kalos si peshoje, nëse ti tash do me ditë sa je besimtar, sa je musliman, sa e dën Zotin, sa e kënaq Zotin, sa i kyn obligimin ndaj Zotit, e kalon një peshoj që të afrohet mundësia djali, vajza, fëmia, me këqyr se sa çush janë në raport me prindërit e tyre. Çfarë sjellje kanë? A janë të i përmbush obligimet e tyre? A janë të i kry detyrat ndaj tyre? Dhe këtë bën almonal që Allahu xhaleshanu përderisa e ka krahasu
Dhe kurrë në Kur'an nuk ka krahasun këtë formë, dhe nuk është vetëm një vend Kur'an, por në disa vende, siç edhe e dini, domthonë tregon që na më kanë shumë përkushtuar. Për çdo pyetje, çka kem për qëllim na nganjëherë, ndoshta pak ngjollë pak kështu bashkë bisedimin ose debatin që çka është për qëllim mos sjell mirë, se na shprehen mos sjell mirë ndaj prindërve, ose me respektu prindërit. A mundun pak nashta të them Pejgamberi është ose mohabet. Po, ka thonë pejgamberi son ato që e ceke për me kanë prindërit kënaqur, ka thonë kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindit. Do thotë nëse prindi është me ty i kënaqur, shumë kollaj është me ditë as Zoti do, a don Zoti a nuk don. Nëse prind dojnë dhe janë të kënaqur me ty, atëherë dije që edhe me Zotin i ki punë të mirë. Do thotë Po nëse ndodh që me hidhru, mos sill mirë. Po ndërhyj pa. Allah na rujt. Nëse i dhron prindin, do thotë e ke hidhru Zotin. Automatikisht. Nëse ke hidhru prindin, atëherë ke hidhru Zotin. Pse që dietarët subhanallahu kanë thonë nëse prindi është jo musliman, se do kanë herë marrin arsye, po prindi jam Zotin na rujt atë. Pen rakije, shkon kështu e bën ashtu, edhe unë se kam obligim. Do të thotë çka, nëse viç prindi jot është që falet, është njëri i mirë, është i xhamisë, i bën këtu, po dash kam respektuar. Ja, kanë thonë dietarët, përderisa s'urdhon me kundërshtu Zotin. Ha, ajeti Kur'anit surën Luqman, përveç nëse thonë që Zoti më i bë shirk. Nëse bie ndeshme. Nëse bie ndeshme urdhat e Zotit po, ama nëse nuk ta cënon këtë drejt, duhet edhe në kisht kuft katolik, kuft krishterë, jahudi e ki obligim me çu deri aty me përcjell. Që ato shumë bukur. Çka është e sjellja e mirë? Kanë thonë dietarët, mu boj njofshëm, mu përmend për shembull me thon valla Bedria është i sjellshëm me prind. Bedria është më amor lakmi. Për këtë arsye pejgamberi sa më thotë kur kam hyrë në xhenet e kum dëgju një lexim edhe kum pyet kush është ky? Çka kanë thonë? Harith ibn Nu'man. Në shok i pejgamberit sa më ka thonë që kjo është mirësjellja ndaj prindit. Që kjo është mirësjell, që kjo të bën me hyrë në xhenet. Që kjo të bën që me fitu xhenetin. Ka thonë pejgamberi sa ky me të vërtetë u koni dallum. U kon shembull për respektimin ndaj prindve. Do thotë që kjo sjellja e mirë mos më u prish prindve. Me koni i mëshirshëm me ta, me koni buti i afërt. Për çfarë Allahu në Kur'an çka ka thonë? Kur të plakën, mos ju thuaj aty në as of se lëmë diçka më të rënd. Pas of më thon, jam lodh Zotin na rrit për ty. Po edhe kur të plakën, çam më thon, o Zot, mëshiroj, ashtu shumë kanë edukuar kur më kanë vogël. Këta janë plak, ama kanë nevojë për mua. Ata do thotë që tu do të më pas kujdes na se kanë nevojë. Nëse referohemi domethënë fjalës e Zotit, të shohim sa bukur shpreha koranore, domethënë është shprehën atë kuptimin që mishtri krahët e mëshirës. Sidomos nëse ata i rrok pleshnia njërin apo dytë. Dhe arrin domethënë që mi përjetu me qenë gjallë domethënë, të i rrok ata pleshnia, atëherë mishtri krahët e mëshirës. Subhanallahu sikur nga njëra e ke po që për shembull nëse shohim një shpez, një shpend, që shishtrin atë krahët edhe i mbulen ata të vezlet e tij. Sikur Zoti do më na thonë neve që ma herë dikur kur ti ishe i vogël, edhe kishe nevojë për atë prekrahjen e prindit nana sidomos, po edhe baba, po nana sidomos ishte ai shpendi i cili ty të mbronte, na të strehen, prindrore domethënë mbronte nga çdo sulm i jashtëm, ti plotësonte dëshirat tua. Tash Zoti sikur do na tash është ndru roli. Tash ti ke rrit, për çdo sprov, se do thotë ai ka ti ke pas nevojë për të. Ti si fëmijë ke pas nevojë për prindin vazhdimisht. Subhanallahu na snalëm me menuatin. Po munor njëri pak më u kthy të kalumës. Me kqyr, çka ka duru nona për ty? Edhe baba. Baba del punon lodhet gjithë ditën, duron lloj shamjes, duron gjithë kushi, të li far njëri më u bë shefe me udhëheqje me ndoshta edhe më hongër hakun e njerëzën e me nënçmuë, ton aty duron veç pse punon me ta pru kafshatën e gojës. Nona duron të li far zullumin në familje. Është gjendje me sakrifiku me jetën e vet komplet kurban i fëmijës më bu. Ana këtu do të më ndërlidh Faradin, ai ke po që thonë, ai ja thonë që thotë s'ka njërin këtë botë që ka qef, ka dëshirë me po dikan më mirë se sa vetën se prindi. Do thonë, prindi është ai vetmi person i cili ka qef me po evladin e vet, fëmin e vet më mirë se sa vetën. Subhanallahu. Kjo tregon se realisht ti unë gjithë ne jemi pjesë tyne. Prandaj
E shohim nganjëherë neve na ndodh për marr një shembull praktik. Na ndodh vdekja ndonjë anëtare të familjes, po besoj gjithë edhe ju dhe ne jemi sprovu. Nëse është afërsia prind fëmijë, për shembull prindit i ka vdek fëmia, prindi kurse harron. A nëse është e kundërta mundet me harru. Ose nëse është në anëtar tjetër i familjes, çka niko ligji i Zotit harrohet në kuptimin që i ka ja dhimbta. Amo prindi vazhdimisht ai llogarit që një pjesë e trupit ti është shkaqit për trupit. Subhanallahu, këtë e përmend rastin e din kur nonës me theks të veçantë. Se nganjëherë tek ne thonë veç nonën me respektuar jo babën, por për shkak të natyrës që ka nona edhe ka disa role që nuk i ka. Shkon një njeri, thonë një njeri që po besoj është një njeri edhe për këtë teleshikuesit. Shkon një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Ja Rasulullah, i dërguari i Zotit, cilin prej dy prindërve a meriton më shumë respekt, në kuptimin më shumë e shoqëru. Më shumë janë nguçevin." Pejgamberi sallallahu po thotë nona jote. Po pastaj i dërguari i Zotit prapë i thotë nona jote. Po pastaj i dërguari i Zotit prapë nona jote, herën e tretë, herën e katërt thotë pejgamberi sallallahu thotë baba jot, kur e pyetej thotë baba jot. E më ka pëlqyer shumë në shpjegim se pejgamberi po thotë nona. Kjo realisht është interpretim i fjalës Zotit. Për arsye se nona i ka disa role që dallon prej babës. Një prej roleve është nona është ajo e cila kur kemi qenë ne akoma parë në këtë botë, ajo nda ka mbajtur neve në barkun e saj, në midën e saj, në embrion. Shtatzania. Është një mision jashtëzakonisht i rëndë. Po i shajt. Kjo dallon domethënë nonën prej babës. Pastaj shëtallën nëse vdes gjatë lindjes ose ka drejtë të mëdha të Zotit. Shkollën e shahidit. E dyta, nona, domethënë atë misionin e dytë që dallon prej babës është se nona i përjeton lindjen. Domethënë ajo të lind, ka lind ty. Dhe lindja nuk është një proces i thjeshtë. Është një mrekulli e Zotit. I ka ato dhimbje të saj. Është një detyrë shumë e rëndë. Zoti ka përgatitur nonën për atë mision. Dhe e treta, për me shpjegu këtë nonën. Këtë Ibn Abbas më duket kur ardhe njëri që e ka pru nonën prej Yemenit në qafë, edhe e ka vetë ai kum dal hakësh, ka thënë vallahi veç një dhimbje e momentit lindjes saj nuk mundet më barazu me. Shumë bukur. Dhe e treta, nona është ajo e cila të ka ushqy gjithonja, me detyrën e gjithonjes. Allah ka bëu që rrezik është pi Zotit, po për brenda nonës ushqim i veçantë për fëmin, për gjithë neve, mrekulli nga ona e Zotit. Këto tre gjëra për shkak nona. E shpesh herë na i harrojmë këtu, i harrojmë që nona na ka lind, i harrojmë që nona na ka ushqy, i harrojmë që sonet për shembull nona po edhe dy prindit kanë najt pa gjumë. Këto shpesh herë edhe po them harrohen dhe nganjëherë domethënë ngrisëm zonën, atë përmend shumë mirë. Wala taqul lahumā uffin, as fjalën më të vogël. Dietar kanë thonë kur Zoti ka ndalu fjalën of është me mrol fytyrën. Shkëndera. Zoti këto ka ndalu. Po çfarë është gjendja aty që i maltretojnë, i kështrajtojnë, ju bojnë padrejtësi, ndoshta i dërgojnë edhe ndan plegjve, lloj dënime që na pishohen sot që pi ndodhin prindve. Wallahi billahi është interesant që smunet njeri çka do le të bën le shkrihet. Smunet me kani mirë nëse me prindin edhe qoftë ibadet. Edhe qoftë në adhurim ndaj Zotit. Po shkon njëri te pejgamberi pe thotë ja Rasulullah, po duam të dhom besën. Për me shku në xhihad, me shku në luftë. Thotë pejgamberi sa më i ki prin gjallë, babën apo non? E ki prin gjallë, thotë po. Thotë ti që të punë për çfarë do më bëj? Thotë po ta e besën me shku në xhihad se po duam me fitu xhenetin. Dhe gjithë po dojna me fitu? Këtë qëllimi është me fitu xhenetin. Amo kjo një farforme sikur e ka zgjedh rrugën më të lehtë, më të shkurt po don. I thotë pejgamberi alayhis salam, ai ki prin gjallë thotë dy ti ka. Thotë ktheu respektoj ata. Ktheu sillu mirë me ta, që ato e ki xhenetin. Ose rast tjetër për shembull ka ardhur njëri dhe po thotë ja Rasulullah po duam të shkojmë në luftë. Po duam të shkojmë me luftu për hatër të Zotit, me arrit kënaqësinë e Zotit, me shkojmë në xhenet. Po thotë pejgamberi sallallahu a e ki prin gjallë. Thotë po ja Rasulullah. Qysh i ke lanë kur e dal? Qëre subhanallahu u dal me shku në luftë. Me sakrifiku, me dhon shpirtin. Realisht po me. Po çka na merr mendja për ata që dalin për pikën e qefit edhe i lojnë prind. Del për çef vetin edhe e lën babën anë non.
pejgamberi sa çysh i ke lënë prind. Tha, kum lënë të kojt. Thot pejgamberi sa, ktheu shtini me kish, shikeshti me kojt. Subhanallah. Natyrisht edhe në fillim të misionit Farodin e përmana që është një temë që është shumë lehtë me fol. Po është më vështirë se këtë bëj domethënë me bashkëjetu me njëri. Po jo me njëri të thjesht, po me njëri nga e cili ki origjinën. Ashtu që përmana domethënë lindja. Zoti ka bërë sebeb për që na marrin këtë botë, natyrisht falënderimi, lavdërimi takon Zotit madhreshëm në rand parë. Po kjo çështje është shumë delikate, shumë e rëndësishme, inshallah Zoti na mundson që më ia dhon hakun. Abdullah ibn Mas'udi tregon thotë e kum pyet pejgamberin alayhis salam. Rreth veprës, ai ka dashur të bëni vepër që është më e dashme të Zotit. Ka dashur me ditë cila vepra më e dashme. Thonë ja Rasulullah. Shokët e pejgamberit sa shumë interesant, gjithmonë ka vetë pejgamberin cilat janë punë më të mira që na bujnë që Zoti më na dashur. Ana interesuam cilat janë punë më të mira për interesat tona. Ashtu. Dhe pyetja e tij ishte shumë thjesht. Cila është vepra më e dashme të Zotit? Çfarë po thotë? Pejgamberi sa po thotë vepra më e dashme, më e pëlqyeshme të Zotit është namazi në kohën e vet. Ibadet, adhurim, lidhje me Zotin e Madhreshëm. Po pastaj e dërguan i Zotit, po të respektimi i prindërve. Po pastaj e dërguan i Zotit, thotë lufta në rrugën e Zotit, u ndërlidha me këtë. Lufta në rrugën e Zotit. Po shqen e çush pejgamber Allah, sikur atë që ka ardhur, Allah ka dhënë urdhër të prerë me besu Zotin, mos mi bësh shok atij, ndaj prindërve mos silli. Me njëherë ka ardhur, e cila është namazi është lidhja që tregon ti sa ke besimin e fortë me Zotin e Madhreshëm. Ai është ushqimi shpirtëror, po me njëherë çka? Kur ti raportet në mënyrë vertikale e ke mirë me Zotin, atëherë duhet mi pas edhe në formën horizontale. Në formën horizontale duhet me fillu prej më të afërmit. Edhe kanë ki më të afërm e ki prindin. Se nga e ki origjinën. Prandaj është shumë e rëndësishme, më thonë që na kështu me përjetuam, po shpresoj që këto emocione që ngjallin këtë bashkëbisedim, të jenë emocione të cilat prekun zemrat tona. Ata njerëz që e kanë zgjedhur rrugën që prindëve më thonë, shkoni se nuk keni vend me neve, pasi që ndoshta sa kanë qenë beqar, kanë qenë tri, i kanë këshyre në rregull tani atë momentet që janë martu. Ja, se ndodh shpesh, ndoshta pecili pak e këtë mabes se temë që shumë çështje ndihmë. Shohim që edhe shpesh na thonë ho, çka u bë puna e sapo janë tri, sapo janë beqar plak, po I respektojnë prindin. Në momentet që po morrin gruan në shtëpi, ose po martohen, ose po ndrojnë konakun, ose po ndrojnë vendbanimin, ose po prishin respektin në raport me prindët e tyre. Është ndoshta ja vlen edhe kjo pikë. Pejgamberi sa më ka thonë, më na treguam mu ty secilit për njerëzve, sidomos musliman duhet me pas parasysh këtë çështje shumë. Ka thonë pejgamberi sa birru abakum tabarrukum abnaukum. Respektoni prindët e juve, kanë më respektuar nesër fëmia juve. Që thot populli qysh të mjallsh ki me kur. Nëse ke respektu prindin tën, nesër ka me të respektu e vladi. Ama nëse ti prindin se ke respektu, qysh po prat nesër me të respektu. Valla, shpesh e ndëgjojmë të na, thujnë, valla, unë s'ja ku më bëhe qyshtu. Po ju s'ja ke bëhe qyshtu, po diçka ka. Se ke respektu, se ke desht, e ke nënçmu, e se në ndryshme që kjo është një problem shumë I shfaqen të na, puna mas martesës, largimi nga prind, me arsyen që secili e ka jetën e vet tash në farforme e pavarësu. Mirë ti e pavarësu. Ti e rrit, ti I bë fuqishëm, po apo harron që ai është gjallë që ka nevojë për kujdes. Jo ndoshta vetë që largimi në mënyrë fizike. Mund të kuptohet ose në raste të caktuara ndoshta është edhe tolerohet edhe nuk ka diçka të keqe. Po problemi po është tek ne po është ndarja shpirtërore. Domethënë jo vetëm që ai banon një banesë tjetër ose një shtëpi tjetër ose një dhomë tjetër, po tek ne po është problemi domethënë ndoshta jetojnë bashkë, po kanë shumë mure. Domethënë absolutisht domethënë nuk ka respekt, edhe nuk ka domethënë tek ne që e përdorin thotë fol baba ose fol nona thotë non, bab, nuk e di ti çfarë është vladi për shembull. Fëmia e thotë. Edhe pse ndoshta që përdoret tek ne në formë të humorit, në formë shakos, megjithatë unë mendoj që është një thumb I madh, domethënë në formë thumbuese. Edhe ato që ndoshta me përmendte që e potencove shumë mirë, domethënë që kjo ndarja që po bëhet pas kur
për në rënë statusin për shembull fëmia. Edhe aja që tha fëmijë nëse respektohet, fëmia respekton babën, ai fëmia kur të bëhet bab ka me respektu fëmia aty. Subhanallahu, pejgamberi sa kur ka përmend ka thonë prej gjunoheve, prej lëshimeve, e cila para se me marr hakun botën tjetër njeriu e merr hakun dunjon atë kuptimin. Zoti e përshpejton dënimin është edhe kur njeriu sillet keq me prindin, kur e keq trajton prindin. Domethënë halo pa dek, halo pa shku në botën tjetër para Zotit e marr tamam atë shpërblimin apo dënimin, po them, meritun, domethënë të përshpejtohet në dunjon. Unë ka pëlqyer shumë, se nashta nuk bona i tepërt, e kam dëgjuar një shpjegim shumë bukur një hoj ngjarje e vërtet. Thotë shumë bukur, thotë pas ka qenë një njeri i cili shkon te një hoj në Damas, Siris, dhe pyet hoxhën, thotë hoxh, kam një problem, thotë urna. Thotë po kam çef me bashkë bisedu me ty. Çfarë është problemi? Thotë problemi është para një kohe e kom pas pagën, rrogën, shumë ma tëllë se tash. Po me qatë rrugë i kom mbulu shpenzimet mujore. Kurse tash, rrugën e kam dyfishune, edhe nuk kam ndryshu shumë trejgun kuptimin, po nuk po mdel. Së moj bona i dara që thot popli. Thot ko është problemi? Shënë që e pyet hoxha, thot, a e ki prind gjallë? A ki prind në gjallë? Na jonë i prindve gjallë, thot e kom pas, pas e kam, thot, kur je boj i dara, e ke pas prindin, thot, po gjallë kam. Thot e tash s'është gjallë, thot është bereqeti i prindit. Subhanallahu, veç prindit që është, për ata në Islam, njëri sa ma shumë që jeton, sa ma shumë që plaket, ati shtuhet vlera. Për që ata, na do të më mundu me kuptu konceptin e respektimit prindit në këtë formë. Jo veç që aj, shkoj, u plaket, aj do të me vdek edhe me lu me thona zëtë sa ma shpejt, halashtis në piti në atë kuptimin, ishtë në qafës do të në rujt. Tregohet një rast një prej xhallarëve të dhej kur i ka vdek nona, edhe kanë vorros, ama i hoxha kajk. Ma herët ju kishë full në stop gjematit njerëzve për durimin e që do të me kanë i fort, Zotin as provon, do të me kanë përgatitur, ama tash kajk. E një nëzën që kishtë që ka puna për hoqë, që shte po kanti, dikur kur e pa që ma i po insiston, tha, o birja, tha, prindi është dere gjenetit, mu tha mu kam shel njona. Mu kam shel, tha, për shta po kaj, tha, spedi, tha, a ku ma afru heq, apo a mu e fitoj me këtë tjetër, mos po më shelin dyjat. Por që ata, sa ma shumë që rënëm prindi, e ke mundësin me respektu, musil mirë me të, le ta dim që është një thesar që s'ka sen tjetër që mundet me na dhonë se vapet e Zoti se sikur respekti tina, respektin ndaj tij. E jo pse u plak me e largu. Jo pse u plak me lut Zotin me na rahatu pe tina. Është një koment prej një hoxhe se pa ta lexu punën e kësaj që kur plaket ai qysh sillem në raport me prindin, me babën apo me nonën. Dhe kjo është interesant që të krahasim na gjithmonë duhet më ja kujtu vetes. Shumë bukur e the, nuk e din bab çka është e vladi që përdoret kjo shpresim. Realisht nuk e din. Nuk e din se ti tash jetë e përjetu çka është me pas e vlad. Del pak në pozitën e babës së nonës. Del çush ata kanë një për ty. Ata si fëmijë, edhe one kur ke nis me heska pak mordzu, fakzimi kanë po subhanallahu. Kanë marrë për dorë, kanë lujt me ty, ka bërë zemra mal që. Subhanallahu, është interesant kur dëgjojmë njerëz që respektojnë prindërit. Na ndodh në jetën tonë, kemi familjar që respektojnë. Lutim Zotin që shembujt e atyre që i respektojnë të jenë më shumë se sa shembujt e atyre që nuk e respektojnë. Edhe në shoqëri ka më pas haj përderisa ka respekt. Për shkak pejgamberi sa më ka thonë, nuk është prej neve. Ai që nuk është i mëshirshëm me dvegjelit tonë, me fëmin tonë, po nuk e respekton të vjetrit tonë. Këtu në rast e kom vrejt që një njeri që kom dëgju për jetën e tij dhe që më ka bërë shumë e dashur atë njeri. Jo për diçka tjetër. Se s'u lidh kështu kushtimisht po tham shumë gjona me ta. Dhe kom dëgju për historinë e tij, ka qenë një vend perëndimor, ka jetu jetë luks. Ka pas domethënë rregullone me leje qendre, me gjitha. Po nona ka pas Kosovë. E ka pas goxhan mosh. Edhe për hatër të nonës e ka lëu perëndime. Edhe kur e kom dëgju këtë rast, jashtëzakonisht atë njeri kur të takojnë në rrugë, ja bëjnë një respekt veçantë, vetëm vjen
Jo diçka që e kontrolloj vetë. Më thosh jetaj kanë njerëz që ndodhet edhe praktikisht. Po Zoti na rujt me takuni njërin në rrugë, ndoshta që i dëgjoj që nuk sillet mirë me prend, i ke shtrajton prindrit, natyrisht do të më ja kthy shpinën, domethënë. Nuk tërhiq ndoshta as muhabeti me ta. Për çata me mujt po them ne edhe si bashkëbisedues, po edhe teleshikues edhe vëllezërit, motrat, besimtarët gjithë që na dëgjojnë, me kuptues si respektimin e prindve jo vetëm si obligim, që barta ka vendosur dikush në shtëpinë, po si grad, rrugë për me hinë xhenet. Përmenë shumë mirë. Pejgamberi sa më ka thonë, ka humbë shumë, larg mëshirës Zotit, për thënë, kush ai i dërguari i Zotit? Ose shkatruma ndryshe. S'po dim për çka kanë po thot ai person që Zoti ja mundson. Me mri 2 prind kur i rrok pleshëria. Apo njëri nga ata dhe nuk bëhen shkak sjellja aty ndaj tyre që me hinë xhenet. Subhanallah. Përveç kënaqësisë Zotit që arrin për atër rrugë për me hinë xhenet. Dhe edhe ky misioni që na pëmbajmë edhe angazhimi jo një që qëllim me kohë. Me arrit kënaqësinë e Zotit me fitu xhenetin e Allahut. Më dërtit, po të problem është mi minare emocionet, po kur e këqyr tash këto fjalë, për shembull hadithet e pejgamberit alayhis salam po vijnë prej një njeri që realisht nuk e ka shiju prindin. Na kemi pas rast me përjetu ndjenjen me jetu me babë, me nanë, dikush sikur pejgamberi sa një njeri që nuk ka, baba i ka vdek ale palin, nona i ka vdek moshën 6 vjeçare, pejgamberi alayhis salam pak i ka mri si ka përjetu, pak i ka mri, ama me kanë kaq i kujdesshëm për prindin. Subhanallah, veç Allahumma salli ala Muhammed, na shton dashnin ndaj tina sa më shumë. E ky njeri subhanallahu tregohet që një herë kur është kanë të kthy për një luftës, edhe prapë po them se ka përjetuar shumë me jetu me prind, edhe i ka rënë me kalu ka vorri nonës vet. Transmetohet që kajtën që ka bu pejgamberi sa te vorri nonës vet, sa që thonë në një farforme, shokët e kanë tërheq për krahi, bolli ja Rasulullah se kanë kajtë shokët e vet kur kanë pona gjendje për nonën e tina. Ose rast tjetër për shembull, pejgamberi sa na dim që e ka marrë si fëmijë u kujdes atje në fshat Halimja. po, nona ti nga qumshti. Po, nona ti nga qumshti. U kujdes se ka pas nonë që e ka lind. U veç qumshti. Edhe kur është bo çlirimi i Mekës. Kjo është konsekon pejgamberi sa fëmijë. Çlirimi i Mekës vitin e 8 hijretit. Që i bën dikon mas 60 viteve. Mas 60 viteve gati. 58, 59 vjet. Pejgamberi sa çlirimin e Mekës, pi u thot shokëve, lëshoni udhën. Çka u bu? Ku e dërguari i Zotit? Çka u bu? Thot, lëshoni udhën se po vjen thot nonaja. Edhe ka hik gjybën pejgamberi sa e ka shtru. Ka thonë ul. Ka nis ka bo mua vetë. Po nonat që na kanë lind neve. Vërtet Farudin është kjo temë është e përzin me natyrisht me emocione, që lutim Zotin e Madhreshëm të jenë emocione pozitive. Sigurisht se kur zemra ndjen atë kuptimin, atë dëmshërim ndaj prindit, sigurisht edhe loti del, për arsye se ai bën prej zemrës. Dhe loti që bën prej zemrës natyrisht që është mëshirë nga ona e Zotit të Madhreshëm. Ajetet kuranore që kanë ardhur për lutjet që më apo prindëve. O Zot, mëshirej ata dy, ashtu që shënkon mëshirshëm kur më koni vogël. Qofshin kur janë. Po, 5 vakte do të çdo të jashtë të ulje. Falu mu, edhe prindrit e mi. Po në element tjetër që është shumë i rëndësishëm është një falendëru prindrit. Edhe kur janë gjallë. Jo vetëm u lut na kur vdek, më akron një asin tek ne që është zakona, më bëni lutje me shkutevore, këtë në rregull janë. Po edhe sa janë gjallë, çush mi falendëru, Zoti ka thonë falënderoni mua dhe prindërit tuaj. S'po edhe falënderimin e ka lidhur subhanallahu. Sikur Zoti po do më na thonë, Allahun do të më falënderoj se çdo të mirë keni prej Zotit. Një prej të mirave që keni prej Zotit e keni edhe prind që Zoti ja ka dhënë. E tash, për shkak këtë mirënjohje ndaj Zotit, që për këtë mirësi që keni, atëherë mos harroni me falënderoj edhe prindërit. Subhanallahu, me falënderoj edhe prindërit. Çush me falënderoj prindërit? Kur e bëjmë një punë, po nëse nuk ja kanë qelluar sa dohet.
Mos ja prish. Mos ja presh. Thuaj mirë e ki. Mirë. Domethënë kjo është në favor në atë kuptimin jo Plesh borë. me shumë pak i kënaq, subhanallahu. Nuk duhet shumë me punu me kënaq prindin kur është plak sidomos. Që po thon mos më aprish. E borrën herë ka takuni njëri tu hes udhës e i shkë ke mrapa. Një tjetër, tha kush u që po hes para te, tha baba. Tha kur mos gabon me hes para tina. Ti pa marrë parasysh sa e ngrit. Ti po aki e bu doktor shkencë, e bu biznesmen shumë i njohur, e bu. Ama kur prindit mos e nënshmo prindin. Ka thonë mos e thërr namën. Shumë njerëz na e dinë të na për shembull babës e thotë o filan. Fare edukatë subhanallahu na me njerin që se ka kur gjë hiç. Edhe është më i madh se ai them kur e thirr namin them është shpreha popullore a dhati ke rujt me ta? E dikush babën e thirr namën. Kjo nuk i ka hije muslimanit. Tha mos hes para tina. Japi përparësi. Edhe të kofsh hoq, edhe kush do që je prindit japi përparësi. Ai gjithmonë ka përparësi para ti. Sado që ti je ngrit. Sado që ke mriti për babën ti kur s'mundesh me ti je fëmijë. Se hajo është konë që ty të ka rrit. Subhanallahu. E këto mos ul tha kur ti je dikon tha mos ul para tina. E këto vlera na duhet mi pas parasysh që na janë të vogla. Janë shumë thjeshta, ama se vapi më. Subhanallahu, më bën shumë përshtypje Farudin edhe rasti se jemi afru fundit të emisionit. Është rasti kur një njeri vjen te pejgamberi alayhis salam, një fëmijë. Edhe ankohet thot ja Rasulullah thot prindi ma merr pasurinë, po ma harxhon pasurinë e këto tanat. Pejgamberi sa më thot ti dhe pasuria jote jeni, domethënë jeni të babs. E lutem Zotin inshallah na bën të mundshme që me kuptuar këtë formë se gjithçka çka kem na është e prindit ton. Edhe e kontra për gjithçka çka ka prindi është e juaj është pasunie për bashkë. Prandaj më mundu që ja dha hakun prindit. Edhe është pejgjona që maksimumin e mundshëm e dhon prapë është zër me dal prej hakut babës së nons. Inshallah Zoti na mundson nëse ki edhe Pejgamberi sa kur e kam pyet ndaj kujt ka obligim më shumë ti burri, ka thonë pejgamberi sa ndaj nonës, edhe pse ti e cekë që pe përmendëm na shpeshherë nona, po këtu gjithmonë është për qëllim prindin, kështu që xheneti është në këmbët e tyre. Ta fitojmë pra se kemi mundësi. Po në qoftë mas vdekjes, ne e dimë që me Islam është edhe nëse na kanë vdekur prind respekti nuk ndërpritet, po duhet mu lut për ta me dhon sadak, minimu fukareve, këtë se vapi me ja quhe di e shpirtit tyne, e Zoti më u ngrit pozitat në xhenet ose Zoti na rrit më u letu dhimbën që e ka. Allah e shpërbleft mëna Farudin. Më nderoft ju për këto shpjegime të mira. Zoti ta shpërbleft edhe për emocionet që ngjalla, shpresojmë inshallah që do jemi prej atyre që i kushtojmë rëndësi reflektime praktike. Teleshikues të nderuar vëllezër dhe motra, nuk ka mbetje tjetër vetëm që të lutim Zotin e Madhreshëm që ne që kemi prind gjallë, inshallah Zoti ju jap ymër gjatë, ju jap jetë të rehatshme dhe pleqëri të rehatshme, ndërsa prind të cilët kanë vdekur, inshallah Zoti i mëshiron dhe inshallah na mundson Zoti që përmes kujdesit që i bëjmë ndaj tyre me fitu xhenetin, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.